Loredana shikon filxhanin e kafes në ChatGPT. Merr përgjigjen e papritur. Loredana Brati, ish banorja e njohur e Big Brother VIP Albania, vazhdon të mbetet një nga personazhet më të komentuar edhe pas daljes nga shtëpia më e famshme në vend. E dashur për publikun për natyrën e saj spontane dhe sensin e humorit, ajo shpesh di si të bëjë lajm me postime që ndan në rrjete sociale. Së fundmi, Loredana ka surprizuar ndjekësit me një moment mjaft epik. Teksa po shijonte një kafe turke, ajo ka postuar një story ku shije filxhani i saj dhe me shaka i është drejtuar ChatGPT. ChatGPT, çfarë thot filxhani? Përgjigja që mori ka bërë me njëherë buj, pasi Chati u përgjigj me një fjalë të shkurtër, por shumë domethënëse. As mos më pyet fare, je numër 1 dhe kaq mjafton të dish ti. Ky reagim i papritur ka bërë që Loredana të shpërthejë në të qeshura, ndërsa nuk e ka lënë pa ndar me fansat entuziazmin e saj. Ajo e shoqëroi postimin me fjalët: "Mos u lodhni më, sepse si përfundim Chati ja qolloi." Postimi i saj u komentua gjerësisht, duke marrë me qindra reagime e komente nga fansat që e quajtën këtë ndërveprim epik dhe tipik për stilin e Loredanës, e cila gjithmonë të sjell diçka origjinale dhe ndryshe. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.